Përshëndetje, unë jam Adrian Thano, kryeredaktori i gazetës Dita. Me mua sot në studio është profesor Fatos Tarifa. Së pari na falni për syzet. Unë i kam se nuk shoh dot ekranin pas syze, kurse profesori Sa po jam operuar 2 ditë më parë. Dhe jam alergjik ndaj temperaturës edhe ndaj plurave që eventualisht mund të ketë këtu. na duhet ta fillojmë me një të shkuar. Faleminderit shumë. Profesor Fatos Tarifa, sociolog, diplomat, ish ambasador i Shqipërisë në Shtetet e Bashkuara, edukator i Brezit të Ri, mësimdhënës, mësues. Kë keni më për zemër nga të gjitha këto prezantime? Puna e mësuesit është ajo që t'jep kënaqësinë më të madhe. Sepse ke të bësh me breza të tërë, të rinj, tek të cilët mendon se ke një farë ndikimi në formimin e tyre kulturor, qytetar. Dhe kur këtë e shet realizuar në jetë, më vonë, natyrisht kënaqësia është e jashtëzakonshme. Puna e diplomatit është një punë shtetërore që i shërben vendit tënd, por në të cilën ti jo gjithmonë vën punë mendimin tënd, sepse je një përfaqësues i shtetit, i kreut të qeverisë, i kreut të Republikës, ndërsa puna e mësuesit, puna e pedagogut, puna e intelektualit të bën të jesh mend i hapur dhe të kesh një mendim të lirë dhe një fjalë të lirë, për cilën ti dhe më keftuar sot të besoj. Po, nuk të pyeta rastësisht. Kopertina e gazetës Dita, faqja e parë për sot, ka një shkrim të profesor Tarifës, i cili është më shumë një letër e hapur për të rinj që votojnë për herë të parë. Dhe kemi, Danieli do na ndihmojmë pas edhe me pamjen e kopertinës. Është një letër e hapur për ata që në vitin 2005, kur Berisha, thot profesor Tarifa, rierdhi në pushtet pas 8 vitesh në opozitë, këta cilëve u drejtohet letra, ose nuk ishin lindur, ose sapo ishin sjell në jetë. Me thonë të drejtën impresioni parë që më erdhi mua, profesor, kur e pa shkrimin, pa hyrë në thellësi, po një pamje vertikalisht, lexim vertikalisht shpejt, mu duk sikur ka një shqetësim se mos këta të rinj, 20 vjeçar, 18-20 vjeçar, mund të votojnë për Berishën. Ekziston si mundësi që një iri 18-20 vjeçar të votojë një si Berisha, i cili jo vetëm ka në politikë qamet që nga 90-a, po është edhe një ish komunist i 68-ës. Nga 68-a në 2025-ën, po vinë 2028-ën, i thonë, mos gaboj, 60 vjet në interesa politike si individ. Bën vaki që një 18 vjeçar të votojë një... Do të ishte e panatyrshme. Këta njerëz nuk e kanë njohur Berishën në atë kohë, këta të rinj, unë i kam ata për ditë në auditor. Por vokacioni im si pedagog, si mësues, më pengon që me ta të bëj politikë. Politika është jashtë auditorit. Në një medium publik, si që është Dita, apo edhe ky podcast, natyrisht fjala është e lirë dhe mund të shpreh preferencat e mia, simpatitë e mia politike. Dhe unë nuk e mendova si një letër të hapur, por ju e gjetët atë si një titull në fakt. Por asaj grup moshe popullsie i drejtohet shkrimi i sotëm, për shkak se nuk e ka njohur Dukurim Berisha dhe bëmat e tij nga 91-92, nga 92 e këtej. Unë nuk besoj se për moshën që kanë dhe vokacionin që kanë dhe perspektivin jetashor në jetë, Berisha është një apel për ta. Ai është i mbaruar. Nuk është thjesht mosha biologjike që unë them është më e madhe se mosha e shumicës e gjysheve dhe gjyshërve të këtyre fëmijëve të sotëm, të rinjve të sotëm. Por është mentaliteti i tij arkaik, fisnor. Edhe ajo psikozë që këtë njeri e bën të rrezikshëm. Dhe që të themi ka 1/3 e popullsisë pas vetes. Po pse e ka? Janë faktorë të shumët që duhet të analizojmë, janë politik, janë ekonomik, janë psikologjik, janë krajnor,
sociologjik përgjithsisht. Edhe duhet pranojmë që shoqëria shqiptare ende nuk është emancipuar politikisht si një shoqëri moderne. Nuk kemi ende një shoqëri demokratike e mirëfillt, një shoqëri evropiane. Në shumë pikpamje ne mbetemi peng i skaluarës. Dhe Berisha është një ndër ato aspiranca të mëdha të rënda që e mban këtë kom pas të ngurlitur pas së shkuarës. Mos vallë fajtor nuk duhet bërë masa ose kjo që quajmë opinioni publik, por klasa intelektuale, elita e këtij vendi që vazhdimisht ka qenë e kompromiseve, që vazhdimisht është bërë me përjashtime të ralla e politikës ose e pushteteve në kohë të ndryshme. Sepse, do më falesh një parantezë, unë nuk arrita kuptoj se si një politikan ose një deputet apo një ministër ose qoftë edhe një intelektual drejtues i një institucioni gjysmë politik i ka të gjitha mundësitë për të thënë po ose jo kur duhet të thënë po ose jo politikës ose pushtetarit dhe nuk e bën për hir të ruajtjes status quo ose ruajtjes atyre privilegjeve që i siguron posti. Dhe ndërkohë një gjë të tillë që mos shesi votën, që të ketë dinjitet, ne kërkojmë një fukaraj në Shkodër, në Vlorë, Sarandë, i cili nuk ka as mundësinë të thotë po ose jo sepse është në kushte mbijetese. Domethënë kur nuk është kapedan ky intelektuali ose ky shqiptari mesëm i cili i ka të gjitha mundësitë të jetë vetja, të thotë jo një gabimi. Pse ja kërkojmë dikujt që nuk i ka këtë mundësi? Janë shumë çështje që ngërthehen në këtë që ju sapo thatë. Shembulli doja të thosha i kësaj elite drejtuese të shoqërisë nuk ka shkuar drejt asaj që opinioni publik, masa të mësoj të mirën, të mësoj dignitetin, të mësoj. Fakti që Berisha vazhdon të jetë në përkëmb pas një përvoje apo pranie 35 vjeçare në politikën shqiptare, i ardhur përsëri nga një politikë aktive komuniste para 90-s, tregon që diçka nuk shkon me shoqëri. Nuk ka në vendet e Evropës lindore dhe qendrore figura politike që kanë rezistuar kaq gjatë kësaj periudhe të tranzicioni. Mbaj mend në Washington kur shërbea si ambasador bullgar, kishte qenë kryeministri i Bullgarisë në vitin 92, Dimitrov. Sot në Bullgari askush nuk e mban mend atë që ka qenë kryeministri i parë post-komunist. Dhe ne vazhdojmë të njëjtat figura, të njëjtat fytyra. Berisha, Mediu, Dule. Pikërisht pyetja ime është fajtor për këtë është masa e gjerë, shoqëria apo mund të përjashtohemi si shoqëri. Ne jemi një shoqëri periferike. Ne jemi një shoqëri që duam të ecim përpara, por e kaluara na mban lidhur pas. Ju përmendet Berishën që ka qenë kaq kohë në pushtet dhe nuk largohet, nuk di të thotë kur është koha për të ikur. Jo vetëm ai. Siç diti të thotë dhe shumë të tjerë. Në këtë rast, aktualisht është dhe një forcë tjetër që e mban atë në luftë për pushtet. Kjo është frika e tij nga drejtësia. Si ai dhe të tjerë vazhdojnë në këtë luftë duke menduar se nëse zgjidhen, qoftë në Parlamentin e Shqipërisë ose nëse fitojnë zgjedhjet, do të krijojnë një imunitet që do i mbrojë nga drejtësia. Edhe nëse nuk rizgjidhen. Karta amerikane sot këtë funksion luan për ta. Mendojnë se nëse ka një divizje pozitive për ta në Washington, ata janë të shpëtuar, që është një shpresë e kotë. Kurse nëse flasim mendoni realisht ishte një shpresë e kotë? Është shpresë e kotë. Nuk besoj. Duke patur parasysh që unë shoh personalisht një lloj politike të jashtme amerikane aktualisht me administratën e re Trump që nuk e përjashton tregtin në thonjza
në çështje edhe politike. Mbaj mend një imazh të Trumpit tash me një pasaport që thot $5 milion edhe merr këtë Goldin. Qartë, po nuk besoj. A mund të hiqet një nëntgradhe me $6 milion? Unë nuk di në një rast që të jetë hequr. Më duket e vështirë. Po ka në një rast janë paguar $6 milion për të hequr? $6 milion është një shumë marramëndse për të lobuar për një individ veçantë. Unë kur isha në Washington, ditë them këtë që për të marrë për të angazhuar një organizatë lobiste në Washington me synimin që të ndihmonte andarësimin e Shqipërisë në NATO, u mor vendim qeverie, i cili u miratua në parlament për një vlerë $120,000 në vit. 2 vite, $240,000 në vit. Një shumë jashtëzakonisht e vogël krahasim me këtë pagesë që është bërë në këtë rast. Kështu që është një gjë e pazakonshme. Kam arritur në përfundimin se me ne qeshin. Ka të tillë lobis, njerëz me lidhje të fuqishme, senatin, kongresin, administratën, që i gjuajnë klientë si ne. Dhe ne jemi bërë qesharak për ta. Kur nuk besoj se ajo para mund t'ja heqi Berishës atë dam që i është vënë dhe familjes tij. Edhe sikur t'ja heqi, besoj që po është i djegur. Edhe pa taj përsëri është i djegur. Po, mendoj që ka dam ka damkë të cilën ja ka vënë këtu edhe ai votues për të cilin ne po flisim në fillim bisedës dhe ku unë dua ta rikap fillin e bisedës. Ju thoni, këta të rinj, 18-20 vjeçar në asnjë mënyrë nuk mund të votojnë një si Berisha dhe unë bie plotësisht dakord me ju. Po këtë duhet votojnë këta të rinj, 18-20 vjeçar? Për tyre ka që mund të votojnë, sepse influenca e familjes është shumë e theksuar tek ne. Është një proces kontradiktor. Ka të rinj që për shkak të asaj që ne quajmë luftë brezësh, mund të votojnë ndryshe nga që kanë votuar prindët e tyre, edhe nëse ata kanë votuar Berishën, këta për shkak të prindërve të tyre nuk votojnë atë. Po këtë do votojnë. Ka të tjerë ata që nuk votojnë Berishën, ke pak alternativa në Shqipëri. Unë do të thoja që Partia Socialiste, e cila ka tani një përvojë shumë të gjatë, më të gjatë se çdo parti tjetër në drejtimin e Shqipërisë pas rënies së socializmit shtetëror, ngjallen ende më shumë shpresë. Nëse do të qe një e keqe, do të qe e keqja më e vogël. Partitë e vogla historike që akoma janë për këmbë me 0,1, 0,5, 0,7%, kanë parasysh partinë e Dules apo partitë tjera të vogla Mediut. Nuk e di nëse ka republikanë në Shqipëri që të votojnë për një person si ai. Nuk e di, është Mediu vetë republikan. Nuk e di. Në Washington është republikani më i madh i Ballkanit. Po, këtë besoj, nga fotot. Ata nuk ngjallin asgjë dhe besoj do të vinë drejt jotkurrjes, sepse ata janë shumë të kurrur drejt zhdukjes. Partitë e reja të sapo formuara, kështu i quajnë tani, ndoshta meritojnë një shans, por duhet ta meritojnë atë shans. Unë nuk mendoj se një parti si kjo që është krijuar nga një biznesmen vlonjat, nuk e di, s'më kujtohet emri i tij. Shehaj. Ka një vizion për drejtimin e vendit, sepse Shqipëria nuk është një kompani, të themi, celularësh, nuk është një kompani që prodhon veshje të gatshme. Shqipëria është një organizatë politike, është një organizatë ekonomike, është një organizatë shoqërore, shpirtërore, kulturore, është një gjë shumë e madhe se një kompani që ka drejtuar ky individ. Dhe me çfarë dëgjoj, përveç fotollokut të tij, nuk besoj se ka një vizion se si mund ta bëjë këtë Shqipëri. Gjithmonë do një të gjëra. Pagat, korrupsioni. Dëgjoj, s'ka vend në botë që e ka vrarë korrupsionin. Është një fenomen, një duguri globale, universale, përhershme. Dhe nuk mundet të sigurojë buxheti i shtetit ato para që duhen për të realizuar ëndrat, po them të këtyre politikanëve të rinj, thjesht duke luftuar disa shfaqje korrupsioni në qeveri. Duke lexuar shkrimet tuaja në Dita, në fakt, ju përveç se kritik me Berishën, keni qenë kritik edhe me Edi Ramën. Nga intelektualët e pakt të majt që të pakt të ndjek unë që është kritik i hapur i Edi Ramës, por në të njëjtën kohë ju keni pasur qëndrime skeptike edhe për të rinjt e futur në politikë. Në 2-3 shkrimet tuaja në Dita, me sa mbaj mend, pas prezantimeve të tyre televizive keni qenë shumë skeptike dhe kritike edhe me ta. Atëherë,
Jo Berish, jo Ram, jo të rinjt. Kë duhet të votojmë? Ju e keni fjalë për këta të rinj që janë rekrutuar në politikë dhe janë në listat e kandidatëve për 2 partitë më dha. Po. Me ato që kam parë dhe dëgjuar në studiet televizive deri më sot, kam mbetur i zgënjur pafund. Sepse kam parë që ata flasin gjuhën e liderëve të tyre, atyre që me dorë i kanë vënë në lista. Flasin me një gjuhë që nuk të ngjall emocion, nuk të ngjall shpresë. Përdorin gjithmonë një fabull që kanë studiuar në Perëndim. Në Perëndim kanë studiuar sot 500.000 shqiptarë, nuk ose shumë. Po. Shumë më të mirë se këta që dalin në studiet televizive dhe zgjedhin të marrin një profit tjetër. Marrin poza që nuk u shkon moshës së tyre. Bëjnë premtime që kuptimin e cilave nuk e din as vetë, pa pasur një njohuri të bazë të politikës, të ekonomisë politike, të ekonomisë së Mirfield. Nuk kam parë asnjë që ta veçoja dot si një kandidat të përshtatshëm të ardhshëm. Bie dakord me ju. Por jam dhe me këtë që edhe këta që nuk janë në krye të partive politike kryesore, por që janë pranë drejtuesve të tyre, nuk gjen ndonjë që të më mbush mendjen. Nga radha e Partisë Demokratike, zor gjen ndonjë individ që thotë ky është një demokrat i Mirfield dhe është i një tjetër linje nga drejtuesi i saj. Dhe nga socialistë po kështu. E qartë, është e mbushur, janë të mbushura partitë politike me këta tundësit e kokave. Sa për të që thatë, kritik ndaj Ramës, jo ndaj ti si person, si individ, por ndaj disa prej politikave të ti që i kam për të qarta në ato shkrimin e mi edhe një libër që kam botuar që duhet mendoj që sot tu hap rrugën të rinjve. Sepse kam frikë ardhmja e PS-s, edhe do të fitoj këto zgjedhje, nuk është e sigurt. Me daljen e tij nga politika, ne nuk kemi tani një udhëheqës, një lider të së ardhmes në atë parti. Dhe mund vit puna që kjo parti së brendshmi të shpërbehet në një mënyrë që do të na habis. Prandaj duhet menduar sot për leadershipin e ardhshëm dhe kjo s'po bëhet. Kjo mund të jetë një temë shumë interesante për një bisedë të dytë. Po si sociolog, unë desha t'ju pyes për gjuhën e Ramës. Kemi këtë bufin këtu. Mendoni ju që lidhur me atë temën që folëm pak më përpara, kontributin e klasës politike ose klasës intelektuale në edukimin, le të themi, të masave, në dhënien e shembullit për opinionin publik. Mendoni që një gjuhë e tillë kontribon në rritjen e kësaj shoqërie, sepse folëm për një shoqëri e cila është prapambetur sipas jush dhe që është një pjesë e arsyeve të ecjes son të ngadalt përpara. Mendoni që kjo gjuhë që shfaqet në sigurisht Berisha është një katastrofë, po flas për Ramën i cili ka pretendon një formim disi më qytetar edhe më tek e fundit është përfaqësuesit smajtës. Mendoni që gjuha e përdorur në fushat nga Rama kontribon në një shoqëri më të emancipuar? Duhet të ndajmë dy gjëra. Kjo është një fushat dhe atë gjuhë e përdorin të gjithë, kështu që nuk mundet të shkëputesh prej saj. Dhe që e dyta, jo çdo njeri ndikohet nga gjuha, ndikohet nga mesazhi që merr, edhe nga besimi që ka formuar ose që shpresa që jep ky apo ai drejtuesi i një partie politike. Ne kemi 35 vjet që këtë gjuhë kemi përdorur, ju kujtohet një kastriot islami, thoshte dikur dy thujim kafkat. 2 ditë më parë teti thoshte dy ha me dhëmb. Po, pikërisht për këtë e kam fjalën. Edhe këta janë nga ta mercenarët e partive të mëdha. Kurse të dëgjosh Berishën vë duart në kokë. Edhe pse tani ngatrohet me fjalët e veta. Rama ka gjetur me sa duket një metaforë, bufin, që ngjit dhe një gjuhë që shqiptarët po ja pëlqejnë, edhe të rinj po ja pëlqejnë. Sepse nuk duhet të harrojmë që ai që është më i afër për ata të rinj që unë ndërtojmë sot është Rama. Mund mos ta pëlqejnë. Po nëse ju kujtohet 20 vite më parë ky doli të këndoi rock me sa di në Tiranë. Me një grup, unë s'kam qenë këtu, por di që këndonte për atë moshë. Edhe ka mbetur i ri. Po në një farë kuptimi po, ose të qenurit ma dhe mua të qenurit artist, ose sukseset e pamohueshme, do thoya në politikën e jashtme, e cila për brezin e sot me shqiptarëve kanë tjetër rëndësi nga që kishin 20-30 vite më parë. Ndryshimet që janë bërë Shqipëri që unë nuk kuptoj se si mund t'i mohosh. Është i majt Rama? Berisha është më i majt se Rama.
Rama duhet të jetë më i djathtë se sa Berisha. Është një simpatizant i Lançit Rama? Këtu tani po më prek sepse unë pikërisht për këtë arsye edhe e kam kritikuar shumë herë me gjuhën që ka folur, ka përdorur ndaj veteranëve të Lançit. Dhe një polemike që i mat më ka penguar ta bëj me të, por që e kam bërë. Ktu doja të diljem. Sepse antifashizmi është vlera më e madhe e popullit shqiptar. Dhe të dalësh jo hapur, por të përkrash, të mbrosh njerëz që kanë qenë në krahun tjetër të luftës dhe kanë bashkëpunuar me fashizmin, me nazizmin, nuk do të ishte e denjë për një socialist modern. Në këtë kuptim ai ka gabuar me atë kategori njerëzish. Perëndimet e sotme për atë kategori veteranësh, jo të luftës, sepse s'kam ngelur me veteran lufte. Nëse janë disa kokra që mund të numërojmë me gishtin dhe njerëz dorë, por për shtresën e veteranëve që kanë punuar 40 vjet në këtë shoqëri dhe sot s'marrin atë çfarë kanë dhënë, është shumë i vonuar. Pensionet dhe paga minimale duhet të kishin qenë me kohë objekti i kësaj qeverie, sepse është 12 vjet në pushtet. Tani kushdo premton, nga më absurdet premtimet Berishës për një pagë mesatare 1200 euro, që është thjesht një tjetër shashk propagande, tek premtime që mund të jenë paralizueshme, por në politik, nëse zgënjen, nëse s'premton nuk merr vota. By default, politikanët janë gënjeshtar. Sigurisht. Sidomos ata që kanë pushtet mund të gënjejnë kollaj sepse pushteti ndihmon pastaj të rikuperojnë pastaj të gënjeshtrit. Profesor Tarifa, ju vetë për këtë do votoni? Po, ne kam deklaruar për PS-n dhe për Fatmir Xhafën. Po pse për Fatmir Xhafën? Kam një njohje të vjetër me atë njeri, këtu e para 90-s. E kam vlerësuar për qëndrimet e tij parimore, për njohuritë e tij në fushën e tij si jurist, për mënyrën si ka shërbyer vendin në ato pozita që ka marrë, dhe për qëndrimet e tij në parlament, në një parlament në të cilin 5, 6, 7 ose 10 veta flasin ndërgjegjen e tyre. Të tjerët ose nuk flasin, ose u lërin, ose djegin e shkatrojnë, zihen me grushta. Xhafa ka mbajtur gjithmonë një profil të qytetëruar, të një politikani socialist, të mirëfillt, 24 karat, dhe profesionist në fushën e tij. Ne këtë duam. Një nga arsyet pse mua më bën pesimist për këta emra të rinj që kanë mbushur lista e partisë është se janë të paprovuar. Me këtë s'duhet t'ju mohoj të drejtën çdo njeriu të jepet një mundësi të provohet në politikë. Por duhet një farë formimi juridik. Por kur i dëgjon juridik ose ekonomik. Shikoj, në listat e hapura ose të mbyllura të partive ka psikolog. Nuk zgjedhin psikologët kur në Kongresin Amerikan. Jam i bindur që shumica e tyre as nuk i lexojnë ligjet. Ka ginekolog. Ka që them unë ty, njerëz që si lidh asgjë me politikën. Nuk i lexojnë ligjet që votojnë. Morëm nuk e kuptojnë edhe ti lexojnë. Dhe votojnë pastaj si duhet. Këto janë regjimente. Janë ushtarë të regjimentuar të partive politike dhe votojnë si çdo kryetari. 2008 ajo marrëveshja e famshme mendojnë që ka faj në këtë. Ajo ka dhe me sa duket do të mbetet në fuqi sepse po i shërben të dyja palëve. Nuk do zhbëhet shpejt. Që të zhbëhet duhet një paqë midis palëve, duhet një marrëveshje midis tyre, gjë që duhet e pamundur. Po su intereson. Për sa kohë një parti dominon, ka shumicën dhe me atë marrëveshje vazhdon të qëndrojnë pushtet, pse duhet ta ndryshohet marrëveshja? Është e ligjërueshme, është e legjitime themi, sepse është miratuar me konsensus, por nuk është në të mirë të demokracisë së vërtetë. Demokracia e cila mbetet thjesht apo vetëm nominale, në emër. Kujtoj që i ndjeri Mojkom Zeqo e përmendë shpesh dhe ka lënë në arkivën e ditës një seri shkrimesh vërtet të vlefshme lidhur me këtë handicap të pluralizmit shqiptar të pas viteve 2000. Faleminderit profesor. Si mund të zgjidhet kjo me një sistem mazhoritar? Me 100 deputet, jo me 140, është një humbje e madhe, një kosto e madhe për një vend vogël. Dhe të zgjedhen ata që votohen nga populli, jo me lista të hapura të mbyllura që janë njerëz të zgjedhur ushtar, kamikaz disa të partive. Sigurisht. Populli voton derë në thes, siç i themi. Jo të gjithë. Për momentin. Jo të gjithë. Profesor Tarifa, faleminderit që ishit këtu në këtë bisedë. Faleminderit Danielit që është me ne këtu. Faleminderit edhe atyre që na ndjekin, mund të komentoni, dërgoni komentet tuaja lidhur me temat e trajtuara këtu. Mirupafshim, ditë të mbarë.